Shëndetje, jemi këtu me kujtim Budit, i cili ka 40 vjet që merret me motorët e makinave, apo jo kujtim? Elektroud, elektricist, pastaj me motorët. Po. Si i dëgjon këto motorët, me vesh? Po me vesh e dëgjoj dhe me punimin. Kjo është e punë. Për shembull, kur nuk punon mirë motori, E ndjej direkt atij. kolegu është gjenerik. 50 e sa vjet. Po. 40 jam unë. 40. Ku e ke filluar punën për të parë? Unë? Po. Unë kam punuar në Maris që 83. Elektricist, elektroud. Po. Pastaj në 90 U mbyll. Jo, vazhdova dhe punën dhe punoja kështu. Privat. Privat. Po. Pastaj punova me një ushtat të mirë pill, ka vdekur ai. Di shumë mirë, vegat mase unë i njipjem, këto i njipjem, edhe fillova vetë. Me atë punova 2-3 vjetë, po them dhe dhe në 95-ën, ti kape filma taj, i kapa e ta. Se nuk ta e të njëri zanati, do të shpjeguar po. Ti e ruajte? Po, unë kam qikmende e por se kam bërë dhe i shkollë të mesme elektrike. E kupton si funksionojnë gjërat po. Por, po pas gjete gomën ti ta mas ta shkruash, nuk e vetë gomën tjetër e baba. Kështu edhe me motorin. Për shembull, me motorit them unë, ato e bëra shkollën unë, me elektriket me ato e bëra shkollën unë. Po. Dhe punova ka i vjetur. Po një puna me vështirë të motorit, cila është? Heqja e motorit. Ja te ke këtu, puna me vështirë. E motorit, ja te ke këtu. U hoq motor, u bu motor, ja. Qa ka kë? Qa ka bërë kë? Ky është Audi, e? Po, Audi që loj motori, ja. E ka qarë dhe këtej, e ka qarë dhe andej cilindrin. Ka këputur një bjellë. Motori, ka punuar keq që ka këputur? Jo, nuk ka, bjella është e shtërmuar. Lodhe metali. Lodhet metali. Qa të më të shqipë? Ja, motori tjetër. Njëli për testat, aji është Citroeni, që. Motori tjetër është Golfi. 4-5. Tashi, do në flasësh pak për këta Audin? Qa të flasë për këta Audin? Qa viti ishte? Aji është 84-85. Motori për ja hedhim në të njëshit. I shkon? Ja, le ka vajtur e, gjodi. I përdor? Apo i ri? Ku të gjesht të rrit, i be 3 milion leka e por. Ku të gjesht të rrit aty? Po mirë, kjo makinë i bie që tjetë makinë retro, makinë e vjetër. Ky pronari nuk ka aplikuar për shembull që të ketë taksa zero? Nuk ka taksa zero për këto. Është Shqipëri këtu. Ky është pompisi se me tes. Ki merret me pomba. Atere, tek një motor, si e pëlqen punimit, i thua që ky është shumë i mirë, si ishte për Fordin që ka këtë problem. Nuk ka problem Fordi jote, do njëzët ashtë nuk është ndezur e. Po. Do vjet në fazë makina, e zhveshur ky lakurit, ky ka qenë lartë. Po. Do në shikon tëra këto, janë të këti motori ka qenë lartë. Po. Se ke probleme, ndronë kollaj? Ore, qa kollaj, po mundime kare, po, nuk e se s'ka mundime. Nuk po vete për shkruan letra ti. Po. Sa vjesh vajti ti? Une, ko pari lapsht. 65. 65 dhe... Në fund të këtia, disa është e? Po. 63. 74 vite. Ja i, shikondi atë ati. Do flasin e gjej? Qa do të flasit ju e? Do komën të heqi, të bej, të bej frenot, i bej këto. I madhë, është i madhë. Ore, është 73 kalene, 74 vjeqe e, babam. Mashallah. Ore, keni një mesazh për shqiptarët që rrinë për kafe kështu për shumë? Do i thosh në gjë? E më zbene dhe unë kafe ishe me qa shqiptarë dhe atë ke të shkruar. Të filmoje. Po, mirë. Okej. Mirë, Flori, rosh. Punë të mbarë. Gjo mua. Po. Ti jep gjë, po nëje këtu me mua ti do të marrësh gjë lek. Jo. Po ndeta me ty që të punoj të ndihmoj ty. Po që do ndihmosh ti, unë një, ty e kam ky për pesh, ai po i shtërmon ato që po merrem unë me tyja. Jo, shu kot rikot jo. Po mire, kot dhe për klube. Klubi të merr apo t'jep? Jo të merr. Atëre,
Ulu punot, domethënë. Pa punë nuk ka asgjë valla, nuk shqyet as diçka.